Lutja e babait për fëmijët e tij. Thuhet se ka njerëz që flejnë të qetë natën, sepse diku në heshtje një baba ngre duart dhe lutet për ta. Kjo është historia e një babai të tillë. Ishte një natë e ftohtë dimri. Qyteti ishte zhytur në heshtje dhe shumica e njerëzve kishin rënë në gjumë, por në një shtëpi të vogël, drita e një llambe të zbehtë ende qëndronte ndezur. Një baba ishte i zgjuar. Ai u ngrit ngadalë nga shtrati që të mos gjonte askënd. Hapi derën e dhomës së fëmijëve dhe i pa ata duke fjetur. Njëri mbante lodrën në dorë, tjetri ishte mbuluar deri në kokë, ndërsa më i vogli kishte rënë nga jastoku. Babai buzëqeshi lehtë. Ai nuk kishte pasuri të madhe për t'u lënë, nuk kishte villa as makina luksoze, por kishte diçka që e konsideronte më të vlefshme se çdo pasuri: lutjen. Ai mori abdes dhe u fal në heshtje. Kur mbaroi namazin, ngriti duart dhe syt ju mbushën me lot. Zot, tha me zë të ulët, unë nuk mund t'i mbroj gjithmonë fëmijët e mi, por ti mundesh. Ai filloi të lutej për secilin prej tyre. Ruaje vajzën time nga njerëzit që mund t'ja thyejnë zemrën, bëje të fortë në besim dhe të pastër në zemër. Pastaj u ndal pak. Ruaje djalin tim nga rrugët e gabuara, mos lejo që shoqëria e keqe ta largojë nga e mira. Lotët i ranë në duar. Dhe më të voglin, o Zot, bëj një njeri të mirë. Edhe nëse një ditë unë nuk jam më, bëj që ai të mos ndihet kur vetëm. Ai nuk kërkoi që fëmijët e tij të bëheshin të pasur, nuk kërkoi që të bëheshin të famshëm. Ai kërkoi vetëm një gjë: të duan ty dhe të jenë njerëz të mirë. Vitet kaluan, fëmijët u rritën, jeta i çoi në rrugë të ndryshme, ndonjëherë gabuan, ndonjëherë u rrëzuan, dhe ndonjëherë u ndjen të humbur, por sa herë që jeta bëhej shumë e rëndë, ndodhte diçka e çuditshme. Gjithmonë gjendej një derë që hapej, një problem që zgjidhej, një rrugë që shfaqej papritur. Ata nuk e dinin pse, derisa një ditë, pas shumë vitesh, gjetën një fletore të vjetër të babait të tyre. Në të kishte vetëm disa rreshta të shkruar: çdo natë lutem për fëmijët e mi, edhe nëse ata nuk e din, shpresoj që lutja ime të ecë para tyre në jetë dhe t'u lehtësoj rrugën. Atëherë ata e kuptuan. Nuk ishte rastësi, ndoshta ishte lutja e babait, sepse ndonjëherë mbrojtja më e madhe që kanë fëmijët nuk është pasuria as pushteti. Është një baba që zgjohet natën, ngre duart drejt qiellit dhe thot me zemër të thyer: o Zot, ruaje fëmijët e mi.